Të dashur miq, sot, në prag të pavarësisë, Edi Rama bëri një vizitë blic në Kosovë. Në këtë rast, unë duhet të shpreh qytetarëve të Kosovës mendimin tim se sot në Kosovë ishte një armik i egër i Kosovës, i lirisë, dignitetit të qytetarëve të Kosovës. Unë bëj këtë deklaratë sot sepse me dëshmi të pakundërshtueshme, me akte të mirënjohura, Edi Rama, qoftë në tryeza private, qoftë në akte publike, ka dëshmuar po atë armiqësi, po atë egërsi ndaj Kosovës, sovranitetit dhe udhëheqjes saj. Sot ai vrapoi për të deklaruar mbështetjen për ish udhëheqjen politike të Kosovës që ndodhet në Hag. E kam denoncuar dhe denoncoj publikisht pretencën e prokurorëve të Hagës si një pamflet të propagandës ultranacionaliste serbe ndaj ish udhëheqësve politik të Kosovës dhe të luftës çlirimtare të saj. E kam thënë dhe përsëris se ata kanë qenë aleat, besnik luajal të Aleancës Atlantikut të Veriut në teren. Por jam i bindur se janë në Hag një nga shkaqet është vetë Edi Rama me pazaret e tij të turpshme që bërin Beograd për Kosovën. Theksoj gjithashtu se me histerinë e tij politike, duke përpjekur që të paraqitet si patriot në Këshillin e Europës, ai, ju them ju, u bëri dëmin më të madh ish udhëheqësve politikës të Kosovës në Hag. Por dhe sot, në histerinë e tij, duke anatemuar vendet demokratike që financojnë gjykatën e Hagës, garantoj luftarët të UÇK-s, veteranët, familjet, se nuk ndihmon as pak të akuzuarit ish udhëheqjen politike në gjykatën e Hagës. Përkundrazi, vetëm sa krijon një klim që ata nuk e meritojnë. Përndryshe, duhet të them se ky armik i egër është njeriu kryesor i presionit më maksimal ndaj udhëheqjes atëhershme politike të Kosovës për votimin e ligjit të gjykatës Kosovës në Hag. Ligji i cili në realitet ka norma dhe standarde të papranueshme në raport me të drejtën ndërkombëtare. Edhe një herë denoj këtë vizitë si një akt hipokrizie të një armiku të egër që Kosova pati në Tiranë një lloj me Enver Hoxhën nga viti 2013 gjerë sot. Shpreh bindjen se ish udhëheqësit politik të Kosovës në Hag kanë kontribute palësore në mbrojtjen e mira jetëve të qytetarëve të Kosovës nga genocidi serb. Kanë kontribute shumë të rëndësishme në mbrojtjen e qindra jetëve të qytetarëve serb në Kosovë nga hakmarrja për shkak të angazhimit tyre në plojën e tmerrshme antishqiptare. Ju bëj thirrje gjykatësve në Hag të gjykojnë mbi bazën e të drejtës, ligjit dhe të shpallin pafajësinë e udhëheqësve politikë në Kosovë.